Të gjithë kemi të drejta të barabarta, por jo gjithmonë mund t'i ushtrojmë ato. Përmes ndihmës juridike falas, ju mund të kërkoni mbështetje për t'i ushtruar të drejtat tuaja. Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe prindërit e tyre shpesh përballen me forma të ndryshme të diskriminimit dhe shkeljeve të drejtave të tyre. Shumë më shpesh, prindërit përballen me shkelje të drejtave në vendin e punës. Ndonjëherë, ata nuk gjejnë mirëkuptim nga autoritetet gjatë realizimit të drejtave të tyre. Puna jashtë orarit dhe orari jo fleksibil janë probleme me të cilat përballen shumë prindër dhe mund edhe më shumë ta vështirësojnë kujdesin, veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara. Çdo prind i një fëmie me aftësi të kufizuara duhet të jetë në gjendje t'i ushtrojë të drejtat e tij për t'i kaluar pengesat me të cilat përballet çdo ditë. Çdo prind ka të drejtë të kompensimit të pagës për orarin e punës të shkurtuar që të mund të përkujdeset për një fëmijë me aftësi të kufizuara. Nëse juve ose fëmijës suaj ju mohohet një e drejtë, ju mund të kërkoni ndihmë juridike falas në Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njerëzit ose në zyrat rajonale për ndihmë juridike falas në të gjithë vendin. Për më shumë informacion se ku mund të drejtoheni, kontaktojini qendrat lokale ditore. Me ndihmën juridike falas mund të merrni informacion juridik, këshilla juridike, ndihmë në plotësimin e formularëve, ndihmë në plotësimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore për pilim të ankesave.